Dren, ç'lajme më sjell nga planeti blu? Mendoj se do mbetesh shumë I kënaqur me përparimin tim, po I mësoj me shumë shpejtësi metodat dhe zakonet e 3 vajzave miau. Këtë the dhe herën e fundit që folëm. Po, është e vërtet që mund t'i kem nëmbletësuar në të shkuarën, por mendoj se plani im më I fundit do të jetë... Më pëlqen të mendoje se adhurimi yt për të ashtu quajtur Zoi të ka bërë një luftëtar të padobishëm si një klon. Me sa duket ato po të mundin vazhdimisht. Megjithse Zoi është një nga kundërshtarët më tërheqëse, s'ke pse shqetësohesh për mua. Do të jetë kënaqësi e madhe për mua që të mposht atë dhe të gjitha mikeshat e saj të vogla një herë mirë. Falling in love. If we band together like birds of a feather, we'll be friends forever, going up, up, up. Team up, 'cause it's not too late. We can save the day if we collaborate. Team up, 'cause it's up to us, but it's hard to save the world. Yeah, it's hard to save the world when you're falling in love. Që kam uradhën për të bler ushqimet, Elioti vendos t'i jap pijet me perime me gjysmë çmimi. Nuk më intereson fare ç'vlera ushqimore ka. Është shumë e rrezikshme për shëndetin tim kjo gjë. Jo. E kupton se çfarë dua të them? Më mirë ta hap petulla me djath. E po të paktën ato nuk më rëndojnë. Petulla me djath, të shishme. Sigur të bëja pak pushim. Hey! Parku! Unë besoj se nuk do t'ishte keq sikur të qetësohesha pak në një stol. Kush do I porosis këto pije të shëndetshme gjithsesi. Qetëso, Zoi, qetëso! E ku ka më mirë se pak qetësi edhe heshtje, mini miau? Asnjë tingull klientësh që ankohet. Asgjë. Pa. Ndoshta po marr një sy gjumë. Me këtë zhurmë nuk mund të fle. Faleminderit, tani më mbështet një artet, apo ja? Wow, kjo vajza po jep një shfaqje në rrugë. Sa bukur, nuk e di nëse është ndopak e zonja, por... Se mund ta tregoj ty? Nga dole ti? Ka rëndësi se ku po shkoj dhe do të tregoj ty shfaqjen time. Faleminderit, por unë... Pra, pa nervozizëm të mëtejsa, më lejo të prezantoj njëshin të vetme Kiki e mrekullueshmja. Valerin Balloje, super akrobate, perfeksioniste e rrotullimeve, dhe sigurisht diva e kërcimit ekzotik që ka në vend të bublave Xixëllin. Se papar! Megjithse çuditshme. Për të mos përmendur flaketëse. Wow! Mbajtse topi me çadër. Bukur. Mbajtse karrike Schneier. Mirë. Njeri gjyle. Si thua, të pëlqen? Shumë shfaqje bukur. Mrekulli, po një baksish? Sigurisht, ha shëndetshëm dhe shko në shkollë. Shihemi më vonë. E kisha fjalën për ndonjë lek. Mbështetje artet, mbështetje artet. Po tani vajti vonë dhe unë duhet iki. Forca, më jep ndonjë gjë, më jep. Mirë tani. Oh, për mua. Vazhdo me këtë ritëm pune. Shpresoj të kesh dhëmë të mirë për ëmbëlsira. Karamelet më të shumë, po mu që jetë shalek. Ndoshta mendove se shfaqja ime vlente të shpërblej me karamele. Ndoshta mendon se jam ndonjë budallaqe që s'vlen as edhe një lek. Ule zëri se po na shikojnë. Do ta tregoj që e ke gabim. Megjithatë, kam një magji të fundit për ta nxjerrë nga kapelja. Tada! Prandaj nuk më le bakshish. Me këto vesh dhe këtë bish si mace, duhet të jesh një artiste re. Shpani e mrekullueshme. E ke bezdinë se I provoj këto? Hey, nuk e heq dot. Pas ka ngecur edhe veshët, sikur të ishin të vërtet.
Graci! Mirë njerëz, faleminderit që erdhët, ne sot e mbyllëm shfaqjen, ndërsa ti e jam me mua tani. Mirë pra, e di që ma pe bishtin edhe veshët, por duhet jetë e fshet kjo gjë, në regull? Shumë e fshet. Më kupton? Ma premton? Pra qenë ke mace! Qenë ka mace! Faktës mace të zgjetër! Mendo sa pak që do të kisha fituar, si kur të sëndruesha në mace si ty gjatë shfaqeve të mia. Duhet të më mësosh patjetër edhe mua që ta bëj këtë që bëre ti. Më duket se nuk po më kupton. Mirë atëherë, të filloj me trajnimin. Me se do të fillojmë? Ngjitje pemë, shkapje minç, më thuaj. Do të bëj gjithçka duhet që të kem vesh të tillë. Çfarë kam bër? Do që të stërvitem si të bie në këmbë, apo të lëpijem si mace? Cila mendon se është mënyra më e mirë për të filluar? Nuk funksionon ashtu. Më dëgjoj. Do bëj të më thuaj, Zoe. Vërtet? Mirë. Mirë atëherë, hip tek ai topi atje Kiki edhe eja vërdall në përpark. Pa problem. Mirë atëherë, shihemi pas pak. Funksionoi si me magji. Tani unë po arratisem. Sa mirë që mori fund. Zoe! Ha? Ç'kemi Bridge? Çfarë po ndodh? Mirë, Elliot më dërgoi të kërkoja. Çfarë? Si kështu? Sepse po vonohesh edhe filluan të shqetësoheshin të gjithë. U shqetësuan për mua? Po. Wow, sa për të qeshur! Elioti duhet të jetë shqetësuar shumë që kamarierja e tij më e mirë në kafenen Miau avulloi. Në fakt në një mënyrë shumë e bukur kjo. Shumë sepse do më vlerësojnë. Në fakt është bërë radhë gjatë mbrapa ndërtesës për pjetë të shëndetshme me gjysmë çmimi. Gjithsesi, ku ishe Zoe? Mendova se ishte mirë që të shlodhesha pak në park, por diçka më trembi edhe unë nuk u shlodha fare. Ç'do të thuash? E po mendoj që një vajzë e çuditshme dhe më detyroi që të më dilnin veshët edhe bishti, por fatmirësisht mundaj që t'i iki nga syt. Një vajzë e çuditshme? Më thuaj diçka, mos vall ka flok të verdhë dhe kostum portokalli apo jo? Wow! E ke njohur edhe ti Bridget? E po, në një farë mënyre. Në një farë mënyre? Pjekje bukur, Zoe, por s'do më e që shafe ka shlet. Unë i dua ata vesh. Dhe unë dua tiki që këtej. Shiko atje lart, qenë ka një përime fluturuese. E tillë është. Wow, një perime fluturuese. Mua nuk më duket në një iluzion kush e di se çfarë. Mirupafshim Bridget. Po Zoe, Jo ka shpejt. Mos mua afro, largo nga unë, mos mua afro. Kurse si. Shpëto. Më lërë të qetë, mos mua afro. Kurse si. Pesa. Mrekulli, tani kam djersitur. Hej, ku shkoi shamia ime? Këtë po kërkon? Ha? Ej, ti nuk dorëzosh kurrë? Mere mace. Nëma, ma jep tani! Vogëlushe! Nëma tani! Nëma, vogëlushe! Do të ta kthej kur të më japësh veshët e mi, ose bishtin, ose mustaqe sa për të thënë. Mrekulli. Atëherë mbaje shamin, sepse mua nuk më vlen aq shumë. Oh, faleminderit. Atëherë po për veshët dhe bishtin çfarë mendon? Haroje! Je vajza me çuditshme që kam njohur ndonjëherë. Të betohem për këtë. Nuk mund të qetësohesh edhe ti je një vajzë normale? Dua të them, cila vajzë bën gjëra të tilla si ty? Ma ke sjell në majtë të hundës. Nuk ka më lojra të tilla, kuptove? Tani po iki edhe nuk dua që të më ndjekësh më. Ose të më ndjekësh këmba këmbës. Nuk dua të bësh asnjë gjë. Oh, po prit. Vetëm ik në shtëpi. Ajo voglushja Kiki më hangri praktikisht të gjithë pasditen. Sigurisht më ka marrë shumë ëlli për punën të kafen. Prit pak, po dëgjoj një zhurmë pas meje. Më
Duket sa jo po më ndjek akoma. Kiki, për të fundit herë. Mirë, që nga një zog pra. Po. U ktheva. Besoj se më në fund shpëtove. Po, por besoj se nuk ishte e lehtë. Çfarë ke humbur? Pija me perime Ljotit ishte sukses i vërtet. Sa keq që më shpëtoi. Ku e ke mendjen, Zoe? Bridget i na tha se të dolën veshët dhe bishti në një park publik. S'është gjë shumë e zgjuar. Nuk e bëra me qëllim. Një vajzë çmendur po bënte një performancë, më përfshiu edhe mua dhe u nervozova krejt pa pritur. Ajo vajzë është gjithmonë në park, Zoe, kështu i fiton parat. Jeton në një barak. Të betohem për këtë. Nuk mund të qetësohesh edhe ti je një vajzë normale? Vetëm ik në shtëpi. Por ajo nuk ka një shtëpi. Më falë, Sonjush. Po shpirti një muzikante je mund të më hy në punë kur të takoj ato mjau të mërshme. Por më duhet akoma më shumë kohë. Miru pafshi. Je mirë, Zoe? Dukesh pak e mërzitur sot. Po, thjesht unë tani po mendoj për Markun. Ju vajza jeni ndjerë ndonjëherë, sigur keni personalitet të dyfisht? Dhe nëse dikush mund të pëlqej vetëm një pjesë të personalitetit tënd, a mund ta urrej ai nëse zbulon se si është pjesa tjetër e personalitetit? Është sikur të ishte një sanduiç me prosciutto me djathë dhe ta dini me siguri që këtij njeriu nuk i pëlqen prosciuta. Mund të mos i pëlqejë dhe djathi. Sikur djathi të ishte një lloj identiteti fshet, prandaj atë vullos me tave dhe tregon. Mirëmëngjes. Si jeni? Desha të them ç'kemi? Hey, ndalova nga kafeneja dje dhe më thanë që s'kishe shkuar. Çfarë ndodhi? Pra kjo vajza të paskan ndjekur në për të gjithë parkun dhe pastaj e humtoruan me të? I the që të ikte? I the që të shkonte në shtëpi, kur ajo s'ka fare shtëpi. Po mirë, nëse ajo e kalon gjithë ditën në park, pse nuk shkon ta gjesh dhe t'i kërkosh falje? Po, por ishte një gabim i padjallëzuar. E po ku i diet? Ndoshta ju të dyja mund të bëheni shoqe. Ndoshta ajo vërtet mund të jetë shumë e mirë. Gjepura, endes më kanë dalë vesh maceje. Sikur ta gjeja përsëri atë vajzën. Ma ke sjell në majtë të hundës, më lër të qetë. Jo se ka shumë rëndësi. Ajo nuk do të më shoh me sy mua. Përshëndetje. Kush je ti? Jam personi që do të bëj me vesh. S'do të duken si të tuta, apo ja? Më tërhoj që vëmendje veprimet e tua dhe më pëlqen shpirti yt. Kjo do të thotë që më pëlqen shpirti yt. Oh, po i bie shkurt. Do të ta vjedh shpirtin për ushtrim time të predasitëve. Zhduku, s'dua të kem asnjë lidhje me ty. Po, por unë dua të kem çdo lloj lidhje me ty. Forca Kiki e mrekullueshme. Ma jep tani shpirtin tënd. Shpresoj që të mos jem shumë vonë. Oh, Jako Qenka. Që nga trime, por do e mund. Jo, nëse mund të ndihmoj unë. Kristali i fuqisë. Shndrim. Nuri mjau mjau, në fytyrën tënde fuqia mjau mjau. Ky është pikërisht lloji i shpirtit guximtar që më duhet për ushtrim time, vogëlushe. Akoma nuk e ke marrë. Më vjen keq, Dren, por unë nuk të lejoj që ti bësh keq shoqes time. Do të ndaloj në mënyrën mjau. Hej, të dolën përsëri veshët dhe bishti. Sa mirë që të shoh përsëri, kotelja ime e bukur. Sa keq që nuk mund të them të njëjtën gjë. Jo, përpiqu të luash mirë, mjau mjau. Unë dua vetëm vajzën. Jo! Por ajo ka diçka shumë të veçantë që më duhet, kotelja ime e bukur. Edhe unë duhet të bëj të pamundurën për ta marrë. E pampar! Kjo është
rëndësishme. Jo nëse na kap. Ku kujton se po shkon? Hej, funciona të vajza. Bridget dhe Corina. Mrekullisht. Ta bëjmë përsëri, mirë të lutem. Paga një xhiro për klient. Je mirë? Tani po. Atëherë na thuaj çfarë po bën këtu Zoe? Dëgjoni se çfarë do t'ju them. Po kërkoj disa shpirtra të mirë dhe kjo duket se ka një lloj energjie të veçantë. Është e ndryshme nga ajo e disa vajzave të tjera që njoh unë. Nisu! Streqin është kjo gjëja tani? Më duket si hardhu. Më thuaj se nuk kemi pse të luftojmë më këtë. Oh, mjaftuan kuat. Mirë, Bridget, kujdesu për vajzën. Pat çfat, kape me shkelma. Samba. Në rregull, mjaft me kaq. Shigjet zemër! Corina, Qëndro këtu ti. Unë të ndihmoj. Hiqeni qafe ato. Smrapsu. Lëri të qeta, shoqet e mia. Samba? Nga erdhi ai guri? Në fakt, më duket se e bëra unë. Kiki, të dolën veshët. Wow, kam veshët e mi. Ja dola, më në fund më dolën veshët, vajza. Unë s'do isha shumë e sigurt për këtë. Duken dhe pak si ndryshe. Si ndryshe? Ha? Çeka mini miau. Po jep vogëlushës një kristal fuqie. Tani jam një vajzë miau. Dhe çfarë supozohet që na qen ti? Ndonjë lloj vajze miau miau majmun? Dhe po pastaj sikur të jem? Do ju bëj atë që u bëj vajzave të tjera miau. Do i shtyp. U kthye përsëri hardhusa. Atëherë si toni sikur të vi vërdall me stil majmuni? Me leje shoqe miau? Juhu! Këtu lart! Sulmi daullës art! Ha 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 ha! Po! Hendek daulle! Këmban lule shtrydhe. Fuqi e plot. Ja dolëm! Dhe atëherë që në kanë katë, bëni qef sa keni mundësi, vajza miau, sepse ushtria ime predasitve po shtohet tani që flasim. Do të kthehemi sërish. Edhe ne do t'ju presim. Ku jemi nua? Faleminderit mini miau. Do shihemi te kafeneja apo jo? Ska problem, ska problem! Besoj se kjo është e joftja, Zoe. Faleminderit. Kiki e mrekullueshmja. U tregove pa parë në luftimin e përbindshit Samba. Prit të shikosh sa mirë që shërbej në për tavolina.
Ç'mendoni njerëz? Ju pëlqen shumë apo jo? E kuptoj, ju jeni më të mirët. Jam e mrekullueshme, apo jo? Çfarë? Eja këtu dhe pastroj këto pjata!